edhe ditë e numëruar shkojnë shpejt. E çka do me thonë kjo? Lum për atë që ka agjëru. Lum për atë që ka shpizu këtë sezon, këtë mundësi. Lum për atë që ka kalu këto ditë me agjërim, e me namazë, me ibadet. E vaj, e mjerë për atë i cili tu mendu se s'mundet, tu mendu se është randë, e nuk hini në këtë ibadet, ditë e shkun, ama mbeti shpina e ti e ngarkume me këtë gabim dhe me këtë mos agjërim. Dhe për këtë shkak na përsëri e falënderojmë Allahun që na dha mundësi me emri këtë Ramazan, na dha mundësi me agjëru këtë Ramazan, na dha mundësi me emri fundin, dheqin e fundit të këtij Ramazanit, e inshallah utara na mëson që me dalë fitimtar në këtë Ramazan. Ashtu sikur se ka përcen Ramazani, ashtu na ka përcen edhe vitet e jetës o vëllezër. Si në xhamat këtu kush është më i vjetri me vetë, sa vjet i kibe? 80 vjet, 85 vjet. Po si të ka shku be jeta, si të ka shku të vetë, vallahi be hoxha shumë shpejt. Hiç ujmë ka shku, si era shpejt ka shku. Ashtu edhe neve matrive, edhe ashtu atyme që janë fëmijët e tonë matri, ashtu edhe fëmijëve që kemi këtë xhami, ka me ju shku jeta shpejt. E tash, çka duhet me bo na gjithë? Shfryzoja o vlla jetën, jo vetëm me boj qefe saltanatet kësaj bote, po mushe jetën tonë edhe me ibadete, se ka vakt boll, edhe ibadet me bo, edhe qef me bo, se një ditë qefet kemi lanë, saltanatet kemi lanë, e kemi shku të punët e mira tuja që i ke bo. Dën sheshe vërteta, gjithë kush me amelet veta. Edhe vetëm ato kanë me të bo dobi. Prej ditës parë në vorë, se cili për neve, kur të mështin mu në vorë, as shpijen teme se marë, as kerin teme se marë, as malin teme se marë, në vorët me mu, sin as djali jem, sin as vlavi jem, sin as shoki jem, unë në vorë ka me met vetë. E që ka me mëgzu mu, veç namazin që e ku më falë, Ramazanin që e ku më agjuru, zeqatin që e ku më dhonë, haqin që e ku më kry, punët e mira që i kam bo, ato jesin me mu. Tjerë këtë kanë në mlonë vetë. Abe e ki dash shumë, e ki dash dhe të vorët, në vorësin me te. I pandashëm je konë me te ditë e natë, po, deri në vdekje ke mu da. Andaj erdhi Gjibril a.s. dhe një ditë për ditëve i tha Muhammedi sallallahu a.s. Ja Muhammed, me gjithë sa hadithi ka, dikush për ulema ka thonë që është hadithi i mirë, dikush është hadithi dot, por porosia është e madhe. Ja Muhammed, ishma shi'te fe inneke mejitun. O Muhammed, jeto sa dush, një ditë ki me vdek. 80, 90, 100, 120, 200, fun ka. Ishma shi'te fe inneke mejitun, wa ahbib men shi'te fe inneke mufariku, duje ka dush, një ditë për ti ki munda. Ki munda. Shkon gjithmonë. Se cili për neve ka pas babën i ka vdek, ka pas vllavin i ka vdek, ka pas dosin i ka vdek. I minda. Kina jetu 50 vjet, 60 vjet, dost askerlëkje të ishin për para. Dost askerlëkje dhe më dhoni ki pas 20 vjet, ki shku në asker, e ki zatek, e ki po dost, edhe 50 vjet mas e ki pas dost, ama a i vdiq u dajtet. Ti vdeke u dajtet. Wa ahbib men shi'te fe inneke mufariqun. Wa a'mal ma shi'te fe inneke mujzi'un bihi, edhe bën çka dush, ti për to ki mu pagujt. Çka dush ban? Ti për to ki mu pagujt. Nëse ke bo mirë me të mira.
nëse ke bo keq me të këshia.